Ja të kemi sërish së bashku dhe do të flasim sot për një temë shumë interesante, për një projekt, për një program i cili do të ndihmoj të gjithë të rinjt të bëjnë zgjedhjet e duhura në jetë. Dhe për këtë e kam fjalën në aspektin profesional të tyre, duke qenë se Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë ka ardhur tashmë me një program, me një projekt të ri në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, duke qenë se si program nuk është dhe aq i ri, por po implementohet tashmë që 3 vite. Për atë se si duhet që këto të rinj të marrin këto vendime për të ardhmen sa i përket profesionit, pra për këshillimin në karrierë. Dhe pikërisht për këtë do të na flasë dhe koordinatorja e programit Albina Sfadini. Faleminderit që je pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi dhe sidomos është kënaqësi e madhe kur shohim se ka të rinj që u ndihmojnë të rinjve në këtë aspekt. Më thoni pak, sa mendoni se është e rëndësishme dhe e domosdoshme që të rinj të këshillohen për karrierën e tyre, për të marrur në këtë mënyrë vendimin e duhur për atë se çfarë do të bëjnë dhe për të zhvilluar dhe në aspektin personal? Këshillimin për karrierë mendoj që është i rëndësishëm, pasi në këtë rast nxënësit ose studentët do të shohin se cilat janë me të vërtetë aftësitë e tyre dhe interesat, dhe nuk do bazohen nga ndikimet e jashtme që mund ta hasin për shembull prindërit, shokët, shoqjet. Ato do vendosin se cilin fakultet do shkruhen ose cilin profesion do zgjedhin që të bëjnë në të ardhmen dhe se si do të vazhdojë karriera e tyre. Me anë të këtij këshillimi të karrierës, ato do të kuptojnë se karriera nuk fillon që me mbarimin e fakultetit, po fillon që në lindje, do me thënë që në hapat e parë çdo zgjedhje që bën ti, ajo thjesht ta definon karrierën. Gjithashtu karriera nuk do të thotë se ti nuk mund ta ndryshosh, do me thënë mund ta provosh një herë dhe pastaj nëse nuk e gjen veten tek ai profesion, tek ato interesa, e shef që diçka nuk shkon, mund ta ndryshosh çdo herë, është e mirëseardhur. Ndërsa me këtë program ne duam të mundsojmë të rinjve që të shohin se që në filles, që në gjimnaz të shohin se parafërsisht cilat janë interesat e tyre momentale. Ku duhet të bazohen, si duhet të vendosin për të ardhmen e tyre dhe çfarë duhen të bëjnë në të ardhmen. Përmendet ndikimin nga familjarët dhe shoqëria. Sa mendoni se janë këto të rinj të ndikuar nga këto dy faktorë, le t'i quajmë kështu? Mendoj që janë shumë, varësisht për shembull kemi edhe traditat familjare që përsëriten te doktorët ose te ndonjë biznes, sipërmarrje që kanë, ose prej te shoqëria. Ne për shembull në gjimnaz çdo herë jemi ndikuar edhe pa nga shoqëria se cilin drejtim do të marrim, a do të shkojmë në drejtim profesional apo në drejtim të përgjithshëm në gjimnaz. Mendoj se ndikojnë shumë edhe kanë ndikim të madh, po ashtu edhe nga rrethanat, nga rrethi, se mbas të fakultetit, afërsisë, cilin fakultet e ke më afër, rrethin, mundësitë financiare, ndikojnë shumë aspekte që të bëjnë të ndryshosh mendim ose të zgjedhësh atë që ti nuk do ose atë që ti nuk preferon, po thjesht shkaku rrethanave vendos për atë drejtim. Projekti ka një emër shumë interesant, dhe quhet Mundësi të barabarta për vajzat dhe gratë e reja në Maqedoninë e Veriut. Si dhe pse u mor kjo iniciativë dhe pse duke vënë në theks të veçantë edhe vajzat? Mendoj se barazia gjinore ka ende mundësi për të përparuar në vendin tonë, dhe prandaj u mor edhe ky fokus që të ndihmojmë sa më shumë vajzave dhe grave që të aktivizohen, që t'i motivojmë të jenë sa më ambicioze dhe t'ju japim kurajo, t'i inkurajojmë se me ndërtimin e kapaciteteve të tyre mund të arrijnë diçka. Me këtë ne nuk duam t'i diskriminojmë meshkujt ose djemt, normal që i përfshijmë edhe ato në programet tona, por përparësi ju japim vajzave. Sa mendoni se janë të zhvilluara në aspektin profesional vajzat e gratë në vendin tonë? Janë, nuk mund të them që s'janë, tash nuk mund të fol me statistika, pasi nuk jam eksperte në atë fushë, po mendoj që thjesht edhe disa herë shoqëria rrethi ku jetojnë i kanë ndikuar që ato mos mundohen të shkollohen, mos kenë mundësi të barabarta ose thjesht stereotipet që i kemi ne në për zona, në për rrethina, edhe nuk e kanë pasur mundësinë ose guximin që të marrin një iniciativë ose të jenë të guximshme për të bërë diçka që ata duan, e prandaj edhe u fokusuam që në bazë të punës praktike, ndihmesave familjare, iniciative të ndryshme, të mundsojmë që të shohin se ato munden edhe me ndihmë edhe me inkurajim të dikujt mund t'ja dalin. Shpesh shohim vajza dhe gra dhe mirë bëjnë që përkapin veten në bizneset e tyre personale. A do ju ndihmoj ky projekt që të bëjnë një fillim ndoshta edhe në botën e biznesit për ta filluar një biznes të tyre ose që kanë një ide dhe nuk dinë se si ta zhvillojnë? A do ju ndihmoj edhe në këtë aspekt?
Normal që po, ne gjatë gjithë projektit gati 3 vite që implementojmë, jemi munduar që me anë të iniciativave të ndryshme në gjitha lokalet, në gjitha zonat rurale dhe në qytetet tjera më të vogla, me anë të iniciativave të organizatave që kemi ne që bashkëpunojmë atje, që japim iniciativa, për shembull, kishim një trajnim për punime dore, si të qëndisin, trajnim për shembull organizum një bazar ose se si t'i shesin sendet që punojnë me dorë. Dhe me anë të këtyre iniciativave ne ju mundsojmë ose i mësojmë se si atë mund t'ja arrijnë qëllimit veç mjafton ideja dhe guximi. A është kjo ndoshta edhe një nxitje edhe për zanatet, të cilat sa vinde janë edhe më në zhdukje? Po, normal që po. Ky është një projekt i cili tashmë zhvillohet që 3 vite, siç e thatë. Më thoni pak si ka filluar që para 3 vitesh dhe çfarë është ky ndryshimi i fundit që u realizua tashmë? Përkatësisht për programit të këshillimit të karrierës, ne kemi filluar me trajnime 2 ditore në për qytete të ndryshme ku kanë shfaqur interesim persona të cilët ne kemi kontakte, edhe me një grup prej 20 deri 25 nxënësve, ne i kemi marrë jashtë ambienteve të shkollave dhe ju kemi mbajtur një trajnim 2 ditor, ku ato janë trajnuar më specifikisht në bazë të këshillimit të karrierës. Ndërsa tani momentalisht këtë programin që e pilotojmë nëpër shkolla, do e bëjmë në 108 shkolla, të gjitha shkollat e mesme në vendin tonë, do me thënë çdo zonë rurale, çdo qytet më të vogël, edhe Shkupin, i përfshim këtu. Do mundohemi që t'ju mbajmë një sesion 2 orësh, ku në të njëjtin sesion në çdo shkollë do kemi nga 3 sesione, me nga 20 deri 25 nxënës të ndryshëm, edhe është e paraparë nga 108 shkolla të përfshim diku të 20.000 nxënës, që do ta ndjekin këtë sesion e pastaj ne nëse kanë ato ndihmë, ju japim edhe kontakte ku mund të drejtohen për të vazhduar këshillimin e tyre të karrierës. Pasi me 2 orësh nuk mund të kuptosh më shumë rreth asaj se çfarë dëshiron ose ku e gjen veten, po ne thjesht është si një hyrje ti mësojmë se ekziston këshillimi i karrierës, se duhet ta përcaktojnë vetë karrierën e tyre dhe se nuk do të ndikojnë nga tjerët. Po ashtu siç edhe kuptova, keni për qëllim edhe zonat rurale apo jo? Po, çdo shkollë të mesme në gjithë vendin tonë do jenë të përfshime dhe do mbajmë varësisht prej interesit, është e parapare 3 sesione në çdo shkollë të mesme. Po. A mendoni se mjaftojnë kaq shkolla ose është mirë si për fillim për ta filluar si iniciativë? Po, këta janë të gjitha shkollat që ekzistojnë në vendin tonë. Do me thënë 108 shkolla të mesme, të përgjithshme, të gjimnazet përgjithshme edhe shkolla profesionale. Do me thënë do i përfshim të gjitha shkollat e mesme në vendin tonë. Siç edhe thatë, 2 orë ndoshta nuk mjaftojnë pra për ti bindur ose për ti këshilluar dhe për ti udhëzuar këto nxënës. A mendoni se do ishte një ide mirë ndoshta edhe në të ardhmen për tu implementuar dhe në kurrikulat mësimore ose ndoshta për të pasur më tepër ose më shpesh kështu lloj orësh ose ligjëratash? Ideja është që ne thjesht ta pilotojmë momentalisht, do me thënë prej periudhës shkurtit deri qershorit, ne do i përfshim të gjitha këto 108 shkolla që përmenda, edhe do e pilotojmë këtë program, ku do shohim se sa është interesimi edhe me anë të rezultateve që do marrim në fund, do shkojmë përsëri në bisedime tek ministria dhe do ja prezantojmë një program që ne mendojmë se do jetë përkatës që të ekzistojë në çdo shkollë të mesme. Ideja është që të kenë ose këshilltar karriere në çdo shkollë të mesme, ose të kenë një sesion në një semestër ose në një gjysmëvjetor për këshillimin e karrierës, ose thjesht të jetë një si pedagogja, psikologja që ekzistojnë si funksione drejtuese në shkollë, të jetë edhe kjo e përfshime. Po, këshilltari i karrierës do të jetë i specializuar. Do me thënë, ne si individ pa specializim kalohet edhe atje një trajnim një vjetar, ku ti specializohesh edhe në bazë të praktikave dhe ato diturive që kanë ato mund të drejtojnë drejt karrierës që donë. Ndërsa ne si persona thjesht i njoftojmë për këshillimin e karrierës, ndërsa nuk kemi përgjegjës për atë se çfarë do ndodhi në të ardhmen, duhet të drejtohesh te një person që ka kryer në atë drejtim adekuat. A mendoni se do ishte një ndihmës në qoftë se pedagogët do e bënin këtë trajnim dhe të mund të udhëzojnë vetë ata nxënësit e tyre, pra të gjithë pedagogët të cilët japin mësim në vitet e 3-ta, 4-ta, meqense flasim për gjimnaz, është kryesisht ajo periudha se kur vendoset më tepër për drejtimet e fakultetit, pra për t'u udhëzuar dhe për t'u lehtësuar këtë vendim, si mendoni ju?
Nuk e di ato do vendosi ministria, se a do t'i trajnoj kuadrin arsimor që ka, që të kenë nga një person në çdo shkollë të mesme, ose si do e vendosi nuk e di, ose thjesht me bashkëpunëtor të jashtëm do mundsoj që të ekzistojë një shërbim i tillë. Po ne këtë vit përfshim gjitha vitet, prej vitit parë deri në vitit 4. Domethënë nuk do të bëjmë dallime në mes viteve. E dim që viti i 3 dhe viti i 4 kanë më shumë vështirësi në zgjedhjen e atyre drejtimeve që do marrin, por gjithashtu hasëm në informacion se edhe viti i 2 që janë gjimnazet të përgjithshme, edhe ato duhet të bëjnë një zgjedhje të viti i 3, nëse duan të shkojnë për shkenca sociale ose shkenca natyrore. Domethënë edhe këtu është një zgjedhje deri diku që duhet edhe ato ti mësojmë ose ti informojmë se ekziston një qasje e tillë. Kështu që jeta fillon të vështirësohet që në vitin e parë gjimnaz dhe jo që në vitin e parë fakultet, kështu i bie apo jo? Besoj se jeta ka zgjidhje që në lindje, domethënë ne që në lindje e definojmë gati rrugën tonë se ku do shkojmë edhe cilin drejtim do marrim. Jam absolutisht dakord. Ky projekt, ky program, siç e tham, tashmë 3 vite funksionon, pra siç e përmendëm deri më tani. Ndërsa tani është edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Pse vendosët që këtë vit ta bëni ndryshe? Në bazë të këtyre 3 vjeçarëve të kaluar që kaluam ne dhe në bazë të informacioneve ose atyre të dhënave mbrapsht që morëm nga nxënësit që trajnuam ne, se pas trajnimit 2 ditor ne kishim edhe sesione individuale me këshilltar karriere, që nxënësit të merreshin një me atë, kishin 3 orë të tilla me një këshilltar karriere, edhe pam që nxënësit janë të etur edhe kanë dëshirë dhe duan të marrin sa më shumë informacione rreth këtij aspekti edhe ta shohin, ta profilizojnë deri diku veten se në cilin drejtim do shkojë jeta e tyre. Edhe ju drejtuam ministrisë ne, ato ishin të hapur për bashkëpunim normal. Projekti duhet ta cekim që mundsohet nga ambasada e Britanisë në vend, ndërsa ne në bashkëpunim me rrjetin Stella implementojmë. Edhe normal në bazë të atyre dokumentacionit edhe krejt raporteve që ju dërguam, ato ishin pozitiv që ta provojmë edhe ta pilotojmë këtë program në periudhë 6 mujore, e pastaj do vendosim se hapat në vazhdim cilat të nditje. Kur bëhet fjalë për aktivitete të tilla ekstrakurrikulare, nxënësit janë shumë të interesuar, por prindërit kryesisht janë shumë skeptik. Çfarë mendoni se do të jetë reagimi i prindërve në lidhje me këtë aktivitet? Unë mendoj që do jetë në dobi edhe të tyre, normal se gjatë trajnimit, po, është diçka e re, normal, po thjesht që japim liri të nxënësve të vendosin vetë për jetën e tyre dhe mos t'i ndjekim ato traditat familjare që kemi, se ndoshta ai vërtet duam ta ndjekim traditën familjare, po nuk i ka interesat edhe kompetencat ose zgjuarsinë ose ai ndoshta është i zgjuar në matematik për atë punë, pse të shkojmë mjeksi ose diçka tjetër. Në këtë aspekt duam që edhe ato t'i vjedisojmë në një farë mënyre se ekzistojnë profile të këtilla, ekzistojnë trajnime të tilla që mund që ndihmojnë edhe atyre se si ti drejtojnë fëmijët e tyre, në cilin drejtim do kenë më dobi, po ashtu edhe është një thjesht informimi i tregut, se nuk mundet krejt të shkojmë drejtësi ose ekonomik, kur tregu ndoshta ka nevojë për diçka tjetër, edhe gjithashtu edhe nxënësi ka ato interesa edhe ato vlera që mund t'i bashkangjiten atij të profesionit. A mendoni se ky projekt do ishte i duhur dhe do ishte mirë që të implementohej edhe tek prindërit? Se di, nuk mund të them, po ndoshta po, thjesht një sesion informimi se si shkon rrjedha e krejt sistemit të këshillimit të karrierës, ndoshta po, do ishte ide e mirë. Besoj se edhe prindërit mund të kenë, sapo i informon që do mbahet gjatë orëve mësimore, menjëherë reagimi i parë është po jo se mos humi nga mësimi. Na sqaroni pak këtë, ata nuk humi nga mësimi, apo jo, janë vetëm 2 orë dhe nuk janë vetëm në dobi të nxënësve, në asgjë tjetër. Ne pas miratimit nga Ministria e Arsimit, thjesht patëm një takim koordinues me të gjithë personat përgjegjës të çdo shkolle të mesme në vend. Domethënë çdo shkollë e mesme është informuar rreth procesit, se si do mbahen sesionet, se çka do ndodhin ato edhe se si do vijojnë. Dhe ato janë të informuar edhe tash varet prej atyre
Çdo shkollë ka emërtuar një person përgjegjës për këtë program, edhe ato thjesht në koordinim me personat ne kemi trajnuar 30 persona. Do me thënë që do i zhvillojnë në gjithë vendin këto trajnime, edhe thjesht ato do jenë në koordinim me personin përkatës se kur do mbahet ai sesioni, thjesht anën logjistike do e organizojnë vetë. Te disa shkolla kishim veç se janë duke u realizuar sesionet tani, te disa shkolla janë realizuar pas orarit mësimor. Te disa midis për shkak të transportit që kanë disa shkolla të mesme, që nxënësit duhet të udhtojnë pas orës fundit ose pas asaj dhe nuk mund ndalen pas mësimit. Varësisht prej çdo shkolle vendos vetë se kur don t'i bëj sesione. Por pa i penguar për Pa i pengojnë jo. Ato thjesht vendosin edhe informojnë nxënësit kush është i interesuar, mund të paraqitet edhe të marrë pjesë. Deri tani janë të zhvilluar gati në çdo qytet kemi pasur trajnime të tilla, do vazhdojmë edhe në periudhat në vazhdim edhe shpresojmë që të jetë me sukses. A i shihni të arsyeshme që projektet të tilla e përmendëm pak që në fillim, që projektet të tilla të futen në kurrikulat mësimore, pra të zhvillohen si pjesë e lëndëve, ndoshta jo çdo ditë ose 3-4 herë në javë siç janë lëndët e tjera, por që të ketë më shpesh se kaq, ndoshta për t'i orientuar dhe për të qenë edhe nxënësit më vigjilent. Po, mendoj varësisht si do e tregoj rezultati i këtij pilot programi, mundet siç e ceka edhe si pedagog, psikolog edhe kur të kenë nevojë të nxënësit të informojnë ose të konsultojnë për diçka të drejtojnë tek ato, por gjithashtu mund të mbajnë edhe kështu sesione informimi çdo 2 herë në çdo muaj ose 2 herë në vit ose varësisht prej shkollës si do e konceptojnë ose ministrisë. Kjo nuk është më diçka e re për ju, është diçka e re për nxënësit të cilët do jenë pjesë e këtij pilot programi, por jo për ju. Rezultatet e deri më tanishme, çfarë kanë treguar, si kanë ndikuar ky projekt në vendimarrjen dhe përzgjedhjen e profesionit tek të rinjt? Pra këshillimi i karrierës. Përpara se e fillojmë këtë pilot projekt, kemi pas shumë të dhëna të kënaqshme, mund të them, ku pas sesioneve individuale që kanë hasur me këshilltarët e karrierës, ato vërtet kanë vendosur për atë që duan edhe kanë ndjek atë drejtim edhe thjesht në një farë mënyrë ne i kemi ndihmuar që të bëjnë një zgjedhje më të lehtë se ku do vazhdoj karriera e tyre. Gjithashtu edhe thjesht ti duke marrë informacion se ekzistojnë teste të tilla, ekzistojnë të dhëna të tilla, ekziston një profesion i tillë ku ti mund të konsultohesh me persona përkatës, të ndihmon që ti nëse has në vështirësi ose ke dilema se cilin profesion ose cilin drejtim të zgjedhësh, të mundsoj ta realizosh, edhe të zgjedhësh më të mirën për ty. Të rinjt shpesh e kanë një konfuzitet kur vjen puna tek zgjedhja e profesionit me atë idenë se çfarë pas universitetit, pra çfarë pune do bëj, ku do punsohem, a do ke mundësi punësimi, a u shuani ju dhe këtë kuriozitet, a u jepni dhe këtë përgjigje se duke u treguar dhe duke i njoftuar dhe me tregun e punës, pra për t'i thënë që në qoftë se shkon për shembull mjeksi, ke këto opsione që mund të punosh, në qoftë se shkon juridik, ke këto hapësira në vendin tonë, sepse has shpesh në të rinj të cilët duan që të shkojnë në një drejtim të caktuar, por thonë, unë nuk e di se çfarë do bëj me atë fakultet, nuk di se çfarë do punoj. Në sesionet këto 2 orëshe që do i mbajmë tani, normal që në 2 orë nuk mund të merremi me 30 nxënës edhe t'ju përcaktojmë, t'ju tregojmë se cili profesion, po. Ndërsa në sesionet individuale besoj se kur është marrë një me një këshilltari i karrierës ja ka treguar të gjitha mundësitë dhe të gjitha nevojat që ka tregu në Maqedoni. Aty nuk mund të ndërhyj pasi nuk kam qenë prezente edhe nuk mund të jap më shumë informata, po tek këto 2 orësh nuk është e pritshme që ne t'ju përcaktojmë me 2 orë dhe t'ju zgjedhim vendimet se cilën karrierë do marrin ato. Thjesht janë 2 orë informim se ekziston këshillimi i karrierës, se ekziston një profesion i tillë, se ekzistojnë linjë teste të ndryshme ku ti mund ta testosh veten se cilat janë interesat e tua, cilat janë nevojat. Gjithashtu se si të bëhet një CV, si të qasesh deri tek platforma për punë, LinkedIn që është edhe resurset e tjera që mund t'i shfrytëzosh. Momentalisht jemi tu përgatitur edhe një planner, do me thënë një si ta quaj, një ditar planifikimi për karrierën, i cili do jetë online edhe do jetë si resurs që ne në çdo shkollë me këto 3 sesione nuk mund t'ju vim në ndihmë të gjithë nxënësve që ka shkolla, po me anë të këtij ato do e gjejnë qasjen online edhe mund thjesht të shkruajnë, ta plotsojnë atë ditar edhe ta kenë thjesht si një bazë të vete, e pastaj mund t'i rikthehen, ta ndryshojnë bazë të rrethanave dhe ndryshimeve që u kanë ndodhur në jetë.
Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë është aktiv gjithmonë me projekte dhe aktivitete të ndryshme. Përveç këtij, çfarë kemi tjetër? Kemi shumë projekte të reja, normal që presim përgjigje dhe miratim nëse kur do fillojnë edhe si do realizohen. Momentalisht është ky për të rinjt, e kemi edhe monitorimin e ligjit për të rinj që është edhe punës rinore, politikave rinore, që çdo vit ne monitorojmë, ligji është në fuqi gati 5 vite, edhe thjesht ne monitorojmë sa komunat edhe qeveria janë të zbatu të dhënat që kanë dhënë aty edhe ato obligimet që kanë. Edhe me anë të kësaj ne thjesht motivi edhe ose ideja jonë është që të ndihmojmë të rive edhe të jemi sa më shumë ta ngrejmë zërin sa më shumë për të drejtat e tyre dhe të lobojmë me qeverinë për interesat e tyre. Dhe ne ju dëshirojmë shumë suksese në këtë rrugtim tuaj për t'ju ardhur në ndihmë të rinjve kryesisht, sepse ndonjëherë më duket sikur janë të lënë pak në harrezë ndoshta, dhe pse nuk duhet që të jetë kështu sepse ata janë ardhmje. Siç e thash, ju uroj shumë suksese edhe me këtë program projekt të ri dhe shpresoj që ta shfrytëzojnë të gjithë sa më shumë dhe të këshillohen për të marrë vendimet e dukura për profesionin e tyre të ardhmes. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë sot, ishte kënaqësi. Unë do thosha që të rinjt janë e tashmja, nuk duhet ta hekim atë fjalën që të rinjt janë e ardhmja dhe prandaj mendoj që tash ne do të vendosim për të ardhmen tonë, edhe faleminderit për ftesën.